Janë disa gjëra që shpesh herë dikush mendon se është mbi tjetrin dhe përpiqet që me gjeste apo me tonalitet apo me gjuhë trupore të intimidojë njeriu tjetër. Në Islam askush nuk është perfekt. Edhe nëse ke një person që nuk feston festa, sepse ashtu thot Islami, okay, shumë mirë, por kjo nuk të jep ty të drejtën ta konsiderosh veten perfekt. Ti mund bësh diçka tjetër, dikush tjetër bën diçka që ti nuk e ndjek, për shembull, si udhëzim. Është një gjë që ti po përpiqesh, për shembull, po e ndihmon veten të bëhesh një musliman sa më i mirë, por perfeksioni është vetëm është perfekt është vetëm Allahu, edhe jo ne. Por kjo se them unë perfekt nuk do të thotë që të mos bindemi në bazë të atyre që na ka thënë Islami, që na ka udhëzuar Allahu, por jo të gjithë njerëzit janë një lloj, jo të gjithë stadet e besimit janë një lloj. Shpeshherë ka njerëz që strapacohen, domethënë kanë shumë vështirësi, por nuk duan gjykime të ashpra në kuptimin që unë e bëj ti se bën, ndërkohë që ti mund mos bësh diçka që bën ai tjetri, kështu që është mënyra se si i drejtohemi njeriut. Nëse unë shoh një musliman që më flet me arrogancë, unë nuk merrem fare me atë si person, sepse arroganca nuk lejohet në Islam. Duhet të jesh humble, si thonë në anglisht, duhet të jesh njeri që të mundohesh ta përqosh Islamin ashtu siç duhet. Gabojmë, edhe unë kur flas shumë gjëra, domethënë nuk jam perfekte. Edhe unë kam ato vështirësitë e mia dhe ato sakrificat e mia të brendshme që i luftoj çdo ditë për të munduar të bëj gjërat siç duhet. Secili bën zgjedhjet e veta. Sigurisht duhet të mundohemi të plotësojmë obligimet që na ka dhënë Allahu, por le të mos mundohemi të bëhemi të këqinj dashje apo pa dashje, sepse po e përmend si shumë këtë dashje pa dashje. Kështu që Allahu ju ruajt, ju udhëzoft dhe ju dhënë më të mirat si në këtë botë dhe në botën tjetër. Të gjithë të gjykohemi, inshallah përfitojmë parajsën, inshallah i kemi na shkojnë gjërat mirë. Inshallah jemi prej atyre që nuk do jemi banor të